bashkë me një afat të caktuar, me pikat e caktuara dhe pastaj ne mars mas largu të i shpallim zgjedhjet. Nuk është pranuar një propozim i Lidhjes Demokratike të Kosovës, prandaj Lidhja Demokratike e Kosovës nuk bën lojë me kushtetutën e vendit, as me ligjet e vendit dhe nuk bie në kurthet e zotit Kurti. Ai është dashur ta parashikojë këtë situatë edhe mos t'i kalkuloj çdo gjë me strategjinë e tij politike elektorale, sepse shteti është mbi partitë dhe mbi këto kalkulimet e votave të tij. Edhe në komunikat u tha që pak a shumë është blerje kohës çështja e mandatarit të dytë, 15 ditë saj ka pas, nesër është dita e fundit ku do të mund të mblidhej kuvendi dhe është zgjedhur pikërisht dita e fundit për të mbajtur kjo seancë. Me çfarë disponimi shkon LDK-ja nesër në ora 2 pasdite në seancën plenare? Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë është transparente që 8 muaj është deklaruar nuk do të ketë vot për askënd pa marrë parasysh kandidati për vetëvendosjen. I kemi numëruar qindra herë me mijë arsye pse vetëvendosja nuk duhet të jetë më në qeverisje dhe edhe për mandatarin zotin Konjuca nuk do të ketë vot nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ne prap po thrasim edhe pse tashmë edhe kjo kohë kaloj, por ne kemi ftuar me njëherë pasi pa mundësisë zotit Kurti për t'i pasur votat që s'paku këto 15 ditë t'i kursehen Kosovës, por zoti Kurti dhe vetëvendosja nuk kanë qenë në gjendje t'ia falin as këto 15 ditë, edhe i humben pra 8 muaj të tjera dhe proceset, siç i dim të gjitha, gjendja është shumë e rënduar në Kosovë, qoftë ajo ekonomike, qoftë ajo politike, qoftë ajo diplomatike, strategjike, pero me marrëdhëniet ndërkombëtare, kështu që vërtet ne duhet sa më shpejt të shkojmë në zgjedhje, por edhe vetë shpalljen e zgjedhjeve tani është në një kohë kur vërtet i ka problemet e veta, megjithatë tashmë zoti Kurti ka manovruar me të gjitha mundësitë për të krijuar probleme në çdo hap, qoftë zhagitjen, qoftë edhe vetë shpalljen e zgjedhjeve, që të ketë edhe probleme pra me vetë fund vitin, me festat e fund vitit. Për çfarë probleme keni fjalën? E keni fjalën për shembull tash pas nese po mendoj, duhet nuk e di tash sa ditë mund të jenë 4-5 ditë derisa presidenti atë i shpall zgjedhjet, edhe mund për ato 40 ditë mund na bie afati në fund të dhjetorit që është një mungesë total e vëzhguesve ndërkombëtar. Për shembull, mund të jetë një shpërqendrim i vetë qytetarëve brenda Kosovës në prag të festave, edhe kjo është natyrisht një problem në vete, po megjithatë tash mana nuk presim prej Kurtit asgjë që t'i kursej këtij populli dhe këtij vendi. Ai me gjithë ato energjitë e tina është duke kalkuluar që vërtet të bëj vetëm këto farë lloj pengesave dhe këto farë problemeve. Konsideroni që ky është qëllimi i vetëvendosjes, të mos ketë në masë të madhe vëzhgues ndërkombëtar në periudhën e Krishtlindjeve, kur potencialisht mund të shpallen zgjedhjet. Po, edhe këtë ai e kalkulon, edhe natyrisht që edhe kalkulime tjera si që në ato elektorale, por edhe ajo në atë aspektin për presidenten atje që po pretendon me shty më shumë që t'i afrohet mundësia edhe presidentës e tjera, do të thonë gjithçka ai kalkulon në favorin e elektoral, nuk çon kokën për problemet shtetërore, për sonoriteten e vendit, për integritetin e vendit, për shkeljet kushtetuese, për problemet, për korrupsionin që ndodh në Kosovë galopant tashmë i papar deri tash dhe për problemet ose për sjelljet e tij që ai nuk pranon